Do të flasim për këtë, por edhe për atë çfarë po flitet nëpër media të ndryshme sa i përket një strehimi të Mojtaba Kamenei për një shërbim më të specializuar mjekësor në Rusi. Kam në lidhje të drejt për drejt gazetarin Misha Puma. Misha, mirëmëngjes, faleminderit shumë që jemi ne. Mirëmëngjes, mirë se u gjetëm. Mirë, si po shihet në Rusi situata në lindjen e mesme dhe veçanërisht në Iran? Po, nga le themi nga ana jashtme është domethënë një shqetësim, domethënë ata zyrtare vijojnë njëra mbas tjetrës. Moska shpreh domethënë shqetësim për shkallëzimin e konfliktit, për rrezikun e përfshirjes që gjithnjë më shumë të vendeve të tjera në konfliktin e Gjerit Persik, flasim kryesisht, por dhe vendeve të tjera më tej tij. Nga ana tjetër, po të shikojmë zhvillimin e ngjarjeve, gjithçka, po sado që mund të jetë cinike ky mendim, gjithçka po shkon sidomos më mirë për Rusinë. Pikërisht prandaj pyeta se si po e shikojnë situatën atje, pra se duket se është më e kënaqura në gjithë këtë situatë dhe nuk është se po i bëhet shumë vonë se po bie alati i saj. Deri diku jam dakord, domethënë ky është vendimi im personal sigurisht. Mendojmë njësoj, por dua të them që gjithsesi Rusia këtë radhë nuk është në rolin e spektatorit siç ka qenë me Venezuelën. Do të thoja që këtu pjesëmarrja e Rusisë është më prezente Rusia sigurisht, pavarësisht se këtu kemi një lojtar tjetër që hedh gujin e fshehtë dorën, që është më le të themi në Shqipëri ashiqari se sa Rusia, që është Kina. Kina që ka dërguar goxha flitet ndihma të ndryshme si ato humanitare, por edhe ushtarake dhe kolaboracioni le themi i regjimit iranian me Kinën ka qenë goxha i madh dhe vazhdon të jetë, flitet besohet që vazhdon të jetë. Edhe Rusia gjithashtu nuk është domethënë kthyer me kuriz nga Irani. Po i jep informacion për bazat amerikane siç është theksuar. Sinqerisht thuhet nëpër media se Po. Sigurisht që mendoj, këtu mendohet, nuk e ka le të themi Kremlini zyrtar nuk e ka komentuar, të gjithë domethënë zyrtarisht, por nga ana tjetër la të kuptoj që Rusia, domethënë Putini vet, në bisedën me homologun amerikan, la të kuptoj që Rusia ka të njëjtën të drejtë të jap informacione Iranit për sa i përket domethënë informacionit të inteligjencës nëpërmjet Sputnikëve, ashtu siç Shtetet e Bashkuara të Amerikës i japin Ukrainës. Dhe këtë gjë ka nënvizuar vetë presidenti Trump duke deklaruar që kjo është një gjë e drejtë, kështu të paktën tha ai, që neve i japim informacione Ukrainës, Rusia i jep informacione Iranit. Kjo ishte një mënyrë shumë e qetë e tij e pa irrituar që tregon që ka shumë të ngjarë që Rusia i ndihmon Iranin, po jo me informacione satelitore. Kjo për arsyeën e thjeshtë që kur është i qetë Donald Trumpi do të thotë që thjesht nuk po jep gjë Rusia. Po ja, kanë kujtim me kohat me njëri tjetrin sigurisht. Po pra, nuk po jep gjë Rusia. Janë ato furçet pastaj që bëjnë me njëri tjetrin. Ose Rusia po jep informacione amerikanëve se. Se jo, kështu, le themi që faktikisht neve tashti bëjmë vetëm supozime. Supozime, natyrisht se. Kina ka më të ngjartë të japi shumë më tepër informacion Iranit, sepse vetë Irani bazohet në sistem satelitor kinez dhe merr informata, domethënë nga Kina, ka të ngjarë kjo. Nga ana tjetër, domethënë Rusia, kur flasin që për shembull Rusia ka furnizuar me drone Iranin, kjo është një gjë vërtet absurde dhe ndoshta për të qeshur nëse nuk vjen për të qarë për gjithë pasojat, por Rusia mund të ndihmojë në tjetër gjë për përdorimin e këtyre dronëve Shahed, që Rusia tashmë ka një provojë jashtëzakonshme në le të themi aplikimin e tyre në front. Dhe kjo është një gjë tjetër, domethënë arti i përdorimit të tyre në luftë. Kjo mund të jetë një ndihmë që vërtet Rusia mund të ketë dhënë Iranit, pavarësisht se nëse kujtojmë për shembull luftën 12 ditore të parë mes Iranit dhe Izraelit, vetë presidenti rus ka thënë që neve i kemi ofruar para luftës Iranit sisteme të ndryshme, domethënë kundër ajrore,
gjë që Irani ka refuzuar vetë duke thënë që neve kemi armatimet tona, nuk kemi nevojë për atë. Pra, është vetë refuzuar Irani. Pra, në këtë drejtim Rusia nuk e ka prerë në besë, le të themi, Iranin në këtë drejtim. Me sa duket nuk i besoj njëra tjetrës. Në i simpatit madhe s'kan janë, ale nga halli sigurisht, por gjithsesi Rusia ka interesat e vetë geostrategjike dhe kuptoj që sido që të jetë, do me të në fundi i luftës dhe Iranit apo pa ndërluftuese, gjithsesi Rusia në atë rajon do të jetë gjithmonë prezente, siç ndodhi në Siri. U ra vasali i Putinit, do me të në aty, u bë qeveri